الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Largimi ikja për këshillave të Kur'anit nuk është cilësi e besimtarit, përkundrazi është cilësi e jo besimtarëve. Pra jo besimtarët janë ata që u akthejnë shpinën këshillave dhe përkujtimeve të Allahu subhanahu wa taala. Andaj ki kujdes, mos ju ngjaso atyre. Mos u cilëso me këtë cilësitë e tyre, mos u largo nga burimi i mirësive, nga burimi i dritës, që është fjala Allahu subhanahu wa taala dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot: "Fama lahum 'ani at-tadhkirati mu'ridhin." Kur I çorton jo besimtarët, thot: "Ç'është me ta që kështu largohen nga kujtimi?" Pra ç'është me ta që kështu largohen nga përkujtimi dhe ja kthejnë shpinën përkujtimit këshillave të Allahu subhanahu wa taala. Pra këshillave që janë në Kur'an, gjërave të mrekullueshme që Allahu I përmend aty, tregimeve madhështore, argumenteve bindse. Megjithatë, me keqardhje disa njerëz nuk mund ta përballojnë fjalën e Allahu subhanahu wa taala, ta lexojnë apo ta dëgjojnë. Përkundrazi, tregojnë arrogant dhe kryenesh ndaj saj dhe ja kthejnë shpinën. Por shikoni se si Allahu pastaj subhanahu wa taala se si e ngjason ikjen e tyre nga Kur'ani me një pamje të jetë të shëmtuar. Dhe thot: "Ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara." Sikur të ishin gomer të trembur, të cilët ikin nga luani apo nga gjahtari. Në këtë ajet Allahu po tregon se këta njerëz të cilët ikun dhe ja kthejnë shpinën të vërtetës dhe nuk duan të dëgjojnë fare për të, u ngjasojnë gomerëve të egër, të cilët trembën dhe ikin nga luani apo nga gjahtari kur ai mundohet t'i zej ato. Pra, këtu po e vrejmë se si Allahu subhanahu wa taala po tregon për gjendjen e shëmtuar në cilën janë ata. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet po tregon se këta gomer, këto kafsh ikun dhe arsyetojnë për këtë ikje të tyre nga që ju kanoset rreziku për jetë. Ndërsa këta njerëz jo besimtarët ikun nga Kur'ani edhe pse aty e kanë shpëtimin. Andaj kjo tregon për shëmtinë e gjendjes në cilën janë ata. Allahu subhanahu wa taala me këtë shembull I ka çortuar jo besimtarët, mirë po kjo nuk do të thotë se ky çortim nuk vlen edhe për muslimanët. Pra ka muslimanë cilët mjaftohen vetëm me shtyllat e islamit, për shembull namazin, agjerimin, megjithatë vrem se zemrat e tyre nuk përulen, nuk zbuten para këshillave të Kur'anit, nuk zbuten para ligjëratave fetare që I dëgjojnë. Do të ikun prej ligjëratave fetare, ikun nga ato mezhlise ku përmendet feja Allahu subhanahu wa taala. E pastaj arsyetohen se feja është e lehtë, arsyetohen se kanë angazhime të shumta, e arsye tjera të kësaj natyre. Megjithatë, duhet ta dimë se edhe kjo është një lloj ikje nga këshilla Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu an se gjersa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh ishte ulur me shokët e tij në xhami dhe njerëzit ishin rreth tij, befas erdhen 3 njerëz. Pastaj thot 2 prej tyre u afruan në mezhlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kurse I treti u largua. Njëri prej tyre e gjeti një hapësirë dhe aty u ul, tjetri u ul mbrapa njerëzve kurse I treti u largua. Në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha shokëve të tij: "Ala ukhbirukum 'ani an-nafar ath-thalatha." A doni t'ju tregoj për gjendjen e këtyre 3 personave që ishin? Thot: "Amma ahaduhum fa'awa ila Allahi fa'awahu Allah." Njëri prej tyre kërkoi strehë te Allahu subhanahu wa taala, pra me afrimin në ligjëratën fetare, thot fa'awahu Allah. Andaj edhe Allahu I afroi strehë. Wa amma al-akharu fastahya Allahu min. Kurse tjetri u turprua që ta shihnin njerëzit se po largohet prej aty dhe u afrua, andaj edhe Allahu u turprua prej tij. Thot: "Wa amma al-akharu fa'arada Allahu an." Kjo është ajo që është e rrezikshme, thot kurse tjetri e ktheu shpinën, u largua, andaj edhe Allahu e trajtoi në mënyrë të njëjtë. Por ky është një hadith e jetë madhështor që na tregon se duhet kemi kujdes të mos u akthejnë shpinën ligjëratave fetare, aty ku mësojnë për fenë e Allahu subhanahu wa taala, mirë po të jemi të pranishëm, të afrohemi, sepse aty e kemi shpëtimin, aty e kemi lumturinë. Allahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.